Du me cek edhe një detaj të ky hadithi, se na e përkthejmë domethënë të mbështet aty, këtë tretën. Wa alja'tu dhahri ilejk. Kjo është një shprehje e jashtëzakonshme që duhet me kanë parimi i besimtarit. Wa alja'tu dhahri ilejk, bu me përkthy pak ma ndryshe se sa u mbështeta tek ti, dhe më thonë shpinën teme e strehova te ti. A din çfarë do të thonë kjo? Në Shqipëri njerëzit thojnë, hajt marr se këti nuk janë nin, se kjo e ka shpinën e xetë. Pra koncepti i shpinës së xetë, me pas shpatat e xeta, me pas shpinën e xetë, dhe më thonë që ka lidhje të forta ky njeri. Nuk janë nin për kënd, nuk edhe nëse ban ndonjë gjë, nuk ka frikë kënd ky, se i ka shpatat e xeta. Ka mbështetje shumë fort mrapa. Prandaj let kështu, prandaj ban kështu, prandaj vepron kështu ky. Në aspektin njerëzor dhe në aspektin e kësaj bote. Të shti paga shumë, i kja shprehja që pejgamberi alayhis salam ka cek këtu, wa alja'tu dhahri ilejk. Pra shpinën teme, shpatullat e mia i strehova te ti. Se kur e ke shpinën e sigurt përpara, nuk e ke problem çat vjen.